Të nderuar teleshikues, si çdo fillim viti, edhe si vjet, do të zhvillojmë një intervistë me kontabilistin e mirënjohur në komunitet, zotin Ylli Beqiri, me të cilin do të trajtojmë disa tema me interes të përgjithshëm. Ylli, mirë se erdhe në hapësirën e emisionit tonë Pasqyra Shqiptare. Mirë se i gjetëm lirik, sonë që pam edhe një vit tjetër, edhe inshallah mbarësi dhe për vitin 26 tani. Suksese edhe për juve. Sot do të filloja bisedën me një pyetje shumë të përgjithshme, por që kam përshtypjen se do të ketë interes për teleshikuesit tanë. Do të doja që të flisnim për llojet e deklarimit të ardhurave për llogaritjen e taksave. Kemi disa lloj deklarimesh, kemi për individ, kemi për bizneset pa regjistruara për HST, kemi për korporata, për truste, për trust, për jo rezident dhe për ata që kanë ndruar jetë. Unë doja ta filloja nga kjo kategori e fundit. Kush e ka përgjegjësinë për deklaruar të ardhurat e një personi që ka ndruar jetë vitin e kaluar? Kur dikush vdes, pas të ligjit duhet të bëhet deklarimi i fundit i taksave, edhe bëhet në T1 General që jeton të, siç bëhet taksat kur ka qenë i gjallë, por ndryshimi këtu është se këta ka një ligj që thonë kur vdes njeriu, këta shikojnë si mundësia fundit për të mbledhur taksat. Sado fatkeqje është që mund vdesi dikush, kur vdes personi, këta e quajnë deemed disposition. Çfarë do të thotë kjo? Nëse ti ke pasur pasuri të ndryshme, po them kotën, shtëpinë, investime të ndryshme, edhe pa e shitur fare këto pasuri, këto quhen disposed at fair market value. Që do të thotë që edhe pa u shitur shteti do taksën se sa ka vlerën e pronë, e ke vlerë për $100,000 dhe tani kur vdes e ka vlerën $500,000. Në këtë $400,000 shteti thotë me jep taksën, pastaj mund ta kalosh në çrast ose te njerëzit që ke të afër, të njerëzit familjar. Nëse ti e ke shkruar çdo gjë në will, atëherë gjërat janë pak a shumë të thjeshta, do kaloj çdo gjë nëse ke investment property do kaloj në trust, edhe trasti është kush është më i afërt i individit kur vdes. Mund të jetë gruaja, mund të jetë fëmia, mund të jetë në përgjithësi vendoset në will që në testament. Në testament, vendoset testament që trastia njeriu më i afërt do jetë ky dhe të gjitha pasuritë për shembull e la këtij personi. Ai person do jetë in charge që të paguajë taksat, bën dhe last ato return që themi ne dhe mbyllet me edhe një tax certificate që themi ne, merr certifikatën e taksës që çdo gjë është në rregull edhe. Po në mungesë të një testamenti? Në mungesë të testamenti pastaj procedura është pak më ndërlikuar, pasi personi që është next in kin ose si themi në next in kin më i afërti. Personi më i afërt duhet të shkojë të hapi gjyq në zyrë avokatie, të hapi gjyq që të ballafaqohet me gjykatën, thotë që unë jam personi më i afërt, edhe unë do jam në in charge të pasurisë së këtij personi, edhe mbasi merr të gjitha të drejtat nga gjyqi, pastaj do filloj të bëj procedurën e të fallit taksat e fundit, të bëj trust return që themi ne dhe gjitha këto. Unë ka pas një klient që i zgjati gati 5 vjet kjo procedura gjyqësore, se kalon nëpër gjyqtar, nëpër gjyq, për kishte shumë pronë, shumë pasuri. Edhe pastaj kryet 5 vjet e beri se kur hap avokati këtë procedurën, duhet hapi edhe një numër trusti që i themi ne, dhe fallen taxes of trust return. Edhe për 5 vjet do bën trust return, vlera pasurisë atë ishte arritur se ishte kjo periudhë që vlera arritur gjithnjë, i desh klient pagonte gati $200,000 vetëm për atë 5 vjeçarin që kur e kishte kaluar property në mërt vet, derisa edhe ishte property e tij që kishte ashtu. Në qartë. Tash kalojmë ke kategoria tjetër që është ajo e jo rezidentëve. Sipas shumë raportimeve nga mediat kanadeze, në vitin 2024 edhe në 2025 janë larguar nga Kanadaja një numër shumë i madh shtetasish ose rezidentësh, rreth 104,000 mos gaboj në 2024 dhe kjo shifër duhet të qenë për afërt mos edhe më e lartë në 2025. Unë do desha që ti informojmë teleshikuesit, kjo kategoria ka detyrim që të deklarojë të ardhurat?
ky efekt që ti është fatkeq edhe për komunitetin tonë shqiptar, nuk është vetëm për kanadesë përgjithësi, por unë njoh klientë e mi të paktën një 10 deri 15 që janë në top of my mind që kanë qenë këtu në Kanada dhe janë përpjekur, jo vetëm një përpjekur, por kanë lëvizur në Amerikë ose në vendet e tjera evropiane ashtu, pasi nëse mban mend vjet filluam të diskutonim që nuk e shkoi mirë për të ardhur në Kanada. Po. I njëjti fenomen vazhdon tani, ekonomia kanadese është gjithnjë në rënje. Shumë klientë kanë rënje të biznesit, edhe taksat e larta, shpenzimet shumë të mëdha dhe shumë njerëz po largohen nga Kanadaja pasi nuk është me Kanadaja vite që kemi njohur ne atëherë shpejt që u rritën, me fillë çdo ekonomi ishte rritur, mirëqenia ishte shumë e lartë, gjërat kanë ndryshuar dhe janë tani të paktën për këto vite janë kohë të vështira që po kalojnë, sidomos emigrantë e rinj, dhe se ne që kemi ardhur që fillim kemi të paktën bazën një tjetër, por emigrantë e rinj është shumë e vështirë. Këta që largohen mund të jenë në dy grupe të ndarë. Dy grupet që kanë pasuri këtu në Kanada, edhe largohen, edhe grupet që nuk kanë asnjë lloj pasurie këtu në Kanada dhe thjesht largohen. Tani grupet që nuk kanë asnjë lloj pasurie thjesht si rregull mbas ligjit duhet i bëjnë telefon ose ta njoftojnë government nëpërmjet online account, që ta njoftojnë të thonë që u largu nga Kanadaja, me fjalë edhe kjo është data e fundit që kemi qenë rezident për tax purposes, edhe që nga i moment nuk kanë me detyrime për të file taxën në Kanada, bëjnë the last year's return që thonë ata, edhe that's it. Ndërsa the other grupi tjetër që kanë pasuri të ndryshme në Kanada, jo investment, jo property që kanë me qira e njërën tjetër, ata janë të detyruar se në bazë të ligjit ti duhet të falësh pagush taksës si non-resident për të ardhur që ke nga Kanadaja. Nëse ti për shembull ke të ardhur nga qiraja, ose të ardhur nga investimet, ose të ardhur nga lloj pune që ke lënë biznesi këtu për shembull që prodhon edhe merr jo dividend se njërën tjetër, atëherë duhet pagush taksë këtu si non-resident, është flat rate tax që paguan rreth 30-35%, edhe pastaj këta deklaron te vendi që i bën taksat si resident, edhe këta kanë një ashtu që quhen çdo shtet e ka atë quhet foreign income tax credit, që me kredit për taksën që ke paguar në vendin që ke marrë këtë income. Pra nëse ke paguar taksa në Kanada, e përdor këtë vërtetim, këta kredite përdor të taksat për të zbritur taksave në vendin tjetër. Mos të bërë double taxe për të mos paguar taksa në dy vende dhe aty dhe këtu. Këta e quhen foreign income tax credit të lloj krediti. Po, e kuptova. Si thash, deklarimet bëhen për 6 kategori. Ne të cekëm 2 të fundit për ata që kanë ndruar jetë dhe jo rezidentët. Tani duhet të flasim pak për individ, biznese, korporata dhe truste. Të marrim rastin kur një individ ka të regjistruar në emrin e tij edhe një biznes, edhe një korporat, edhe një trust. Çfarë ndodh në këtë rast? Sa herë paguan taksa e shtetit? Po, çdo njësi subjekt është different entity që thonë, ata që paguan taksat. Për shembull, nëse një individ ka korporatën, do paguaj taksat e korporata. Nëse ke individ që ka sole proprietor, që thonë ata ka biznes të vogël, atëherë do paguaj taksat kur bën taksa personale, paguan të taksat e biznes, prandaj quhet sole proprietor, pasi tatohet gjithë në taksën personale. Nëse ka partnership, do tatohet në partnership, pastaj ndahet pjesë e fitimit ndërmjet dy partnerëve, prapë tatohet te taksat personale si individ. Nëse është corporation, pastaj do tatohet një herë kjo ardhur në korporat, edhe pastaj nëse ky individ ka tërhequr lek nga korporata, për ato lek do tatohet si dividends nëse ka marrë pjesë të fitimit, ose si rrogë, si salaries nëse ka paguar këto remittance që thonë, që i themin e jo pensionet e jo taksat e payroll gjatë vitit. Në qartë. Edhe tani një çështje që është freskët, sepse sapo ka dalë kryeministri kanadez dhe ka deklaruar që qeveria federale do t'i jap njerëzve me të ardhurat të ulta një pjesë të HST-s së paguar. Ai dikur kjo quhej rebate nga kryeministri paraardhës, ky ka vënë një emër tjetër, ai ka quajtur benefite. Si e keni kuptuar ju këtë lloj benefiti? Çfarë është kjo? Well, mënyra se si është projektuar kjo lloj GST rebate që thonë ata është më shumë për
njerëzit e varfër, pasi shteti kanadez thotë që shumë njerëz tani në grocery, kanë vështirësi të përballojnë kosën e tesit, mos për grocery për gjithë ato. Edhe shteti ka vendosur që t'i japi back maksimumi është deri në $1,800 mbrapa për në vit. Për mendimin tim është thjesht just another puritanta si pune atyre carbon tax rebate që ta marrin në një krah dhe të japin në break në krah tjetër, po që është më shumë tax credit që është dizajn për njerëzit që janë të varfër, për income $50,000, $50,000, ose më të varfër. Po mënyra e shpërndarjes kësaj si do të jetë? Do të jetë mujore, siç vazhdon tjetra, po do të rritet? Siç kanë qenë do GST credit që ashtu, do rritet, do paguhesh çdo 3 muaj, siç kanë qenë. Çdo 3 muaj, po. Domethënë çdo janar, çdo janar, çdo prill. Tani kanë dalë rregulla të reja nga Agjencia e të Ardhurave kanadeze? Po në çdo vit ato si vjet çfarë të resh ka? Në çdo vit ata përpiqen që të balancojnë për inflacionin. Tani që ekonomia ka rënë, kanë nxjerrë ca tax credit për investimet për bizneset që nëse ti investon ose në research and development ose në industri tjera si është manufacturing e tjetër, atëherë shteti t'jep disa tax credit që janë refundable ose non-refundable tax credit që të ulet në taksë ose të kthen mbrapa një pjesë të investimit që bën. Por megjithatë, mënyra se si e shikoj unë, janë shumë faktorë të tjerë më shumë të jashtëm që efektin ekonominë e Kanadas tani se sa taksat të brendshme që ne përpiqemi ta influencojmë sa mundsi të kemi, por po ta mendosh logjike sa është 80-85% e eksportit kanadez shkon në Amerikë. Edhe problemet që Amerika po i kryen Kanadas janë shumë të mëdha. Edhe unë të them drejtë nuk jam i sigurt se si do arri kjo qeveri ose qeveria tjetër që mund të ndrohet ta overcome dhe ta përballoj gjithë sulm që po i bëhet në Amerika, kupton se çdo gjë ka qenë, kur i themin all eggs, gjitha vezë në një sport, kupton? Çdo gjë ka qenë në Amerikën, tani do kohën e vet. Por shpresoj që me kalimin e kohës, nëse Kanada do jetë në gjendje të diversifikojë investimet edhe me vende të ndryshme, dhe të shesi dhe me Kinën dhe me Evropën dhe me gjitha, besoj se do ta kaloj, por do kohën e vet çdo gjë. Mënyra si shikojnë, të paktën për në short term do ketë vështirësi, sidomos këtu në Ontario, se kjo ku jemi në Ontario ka qenë provizë që kemi pas investimet më të mëdha amerikane, edhe ato janë investimet që janë tërhequr tani, edhe ne po humbasim edhe vlerën e pronave, edhe për sa i përket punëve, me fillim kam shumë klientë që janë, me fillim biznesi ka rënë gjysmë krahasim me vjet. Vjet po qashit thoshin, inshallah po kthen më të mirë, 25 është më dobët akoma. Tani shpresoj 26 inshallah po kthen, po kam frikë se 26 do jetë akoma më keq, derisa të fillojnë gjërat të ndryshojnë. Do shta kjo nuk është fusha juaj e ekspertizës, po fakti që këto ditë çmimi i arit dhe i argjentit ka shkuar shumë lartë. Domethënë ka thyer rekorde edhe në rritje në përqindje brenda ditës, ka raste edhe 7%, 8%, 11%. Çfarë sinjali është ky? Për mendimin tim, kjo ka të bëjë shumë me dobësimin e dollarit amerikan. Pasi edhe Amerika është në mënyra si e shikoj unë, anyways, është në pozicion shumë të vështirë. Po ta mendosh logjike, Amerika paguon kush e di se sa triliona interes, është shumë marramense, kupton, është shumë jashtëzakonisht shumë e madhe. Edhe fakti që u krijuan këto BRICS dhe çfarë të gjitha të tjerat, në mënyrë se shikoj unë, këto e dobësuan dollarin shumë dhe nuk mund Amerika të printoj sa si më parë të printoj dollar. Kështu që çfarë do bëhet? Si mund ta rregullojë Amerika balance sheetin? Balance sheetin më shqipe atë bilancin. Në se shikojmë vetëm mënyrë si mund ta rregullojë bilancin duke marrë tangible asset. Mori Venezuelën, thotë marrë dhe atë Greenlandin, të marrë dhe Kanadan. Edhe kështu e rregullon se ka assets në balance sheet, edhe sikur të ketë big debt siç kanë ato, paktën rregullon me assets. Kështu e shikoj unë anyways, por që do ta merr edhe Kanadan,
Besoj se Kryeministri i Kanadas ky vetëm i bën asist atit presidentit Trump. sa kollitë Trumpi ky me vrapë ktheu. Po fillimisht e ky e provokon. Thotë do shkoj me Kinën, do bëj këtë. Kështu që mënyra si shikojnë këta nuk janë pozicion shumë të vështirë, janë pozicion shumë të vështirë se Amerika i fut 200-300%, 200-300% tarif ose 100% tarif, dhe cilët ekonomia është det. Po ndërkohë edhe vetë qytetarë amerikanë i vuan tarifat apo jo? Mund më shpjegosh pak kush e paguan tarifën? Nëse për shembull presidenti Trump i vendos Kanadas një përqindje të lartë, 100% për shembull për mallrat e industrisë së rëndë. Kush e paguan? Paguan importuesi. Po si është amerikan. Po si ashtu si logjik, patjetër në fund konsumatori do i paguajë gjithë se çmimet do i vendosë aty, ajo po në fund të shkojë te konsumatori amerikan që do i paguajë ato. Por kjo nga një anë frenon tregtim nga Kanada drejt Amerikës, por rrit edhe koston e jetesës së qytetarit amerikan. Mu duket, domethënë, që askush nuk fiton nga këto tarifa. Ashtu e shikoj edhe unë, por ne problemi që ndoshta Amerika është shumë herë më e madhe. Edhe absorbon ndoshta. Edhe mund të absorbojë diçka të vogël me Kanadan, ndërsa ne jemi shumë herë më të vogël krahasimi me ta. Kështu që ata mund të marrin edhe me prodhimin e brendshëm, se janë 300-400 milion banor, ndërsa ne jemi vetëm 30 milion. Trimi i mirë me shok shumë. Amerika ka pasur arriti aty ku arriti se ka pasur gjithë Evropën mbrapa, ka pasur Kanadan, ka pasur Anglinë, ka pas gjithë ato. Tani këto po shkojnë, po krijojnë armiq me të gjithë. Unë se kuptoj se çfarë politike është kjo, por nuk e di çfarë them, nuk e di çfarë them. Rendi thuhet që po vendoset një rend i ri botror. Presidentët dhe kryeministët ylli për mendimin tim janë kukulla. Është dikush tjetër që i lum fije. Ashtu është shumë e drejtë se unë njëherë mendosha kështu logjike kur thoshin ata që Kanada ka borxh kaq biliona, Amerika ka borxh kaq triliona. Kujt ja ka këto biliona? Kujt e ka borxh gjithë lekë? Globi ka pronar. Falenderoj shumë për shpjegimet edhe punë të mbarë. Inshallah gjithë mirë. Gjithashtu. Faleminderit.